dhe i ra bingoja variantit 39/47. Që reforma administrative e territoriale të mos mbetet loj fatit, demokratët vendosën të paraqesin të shkruar idenë e tyre. Deputetja Jorida Tabaku, me eksperiencë në qeverisjen qendrore dhe vendore, thotë se duhet një dokument strategjik që kontrollon kuadrin e përgjithshëm mbi të cilin funksionon pushteti vendor për të përfunduar tek harta e re pas vendosjes së kritereve të sakta. Nuk është e rëndësishme se sa njësi do të ketë, nuk është e rëndësishme se si do të jetë konturuar, për ne ka rëndësi vendosja e kritereve, të cilat lidhen me mënyrën se si do të funksionojë secila prej zonave, kush janë shërbimet bazë që duhet ketë secila prej zonave, një analizë të transportit, një analizë të identitetit kulturor dhe lidhjeve kulturore që kanë secila prej komunave dhe bashkive, dhe vetëm këto kritere mund të bëjnë të mundur një ndarje të re territoriale. Por sipas opozitës që reforma të jetë plot e pacunguar, kërkohet domosdoshmërisht ndërhyrje në kushtetut, për të cilën qeveria nuk ka folur deri tani. Në qoftë se ankesa kryesore që ne kemi dëgjuar deri tani është që qarqet, rrethet nuk kanë funksione, harxojnë fonde në mënyrë jo eficiente dhe jo efektive, janë disa struktura të cilat nuk e kanë kryer funksionin e tyre, atëherë reforma territoriale nuk po i realizon qëllimin e saj, sepse po këto qarqe mbeten, po këto rrethe mbeten, po këto përgjegjësi ka secili prej niveleve. Së fundmi qeveria ju ka dalë në shteg, kur pranoi në tryezën me OSBE-n se reforma territoriale do të duhet të pasohet me ndërhyrje në kodin zgjedhor. I gjithë ky proces na ka bërë të mendojmë që ka qëllime elektorale dhe për herë të parë u pranua dhe dje që do të kërkohet një rishpërndarje e mandateve elektorale. Kjo përforcon akoma më shumë idenë tonë që reforma administrative territoriale në vetvete është e pamundur të realizohet. Duhet një reform kuadër, e cila do të përfshi decentralizimin, funksionet, kompetencat, ndryshimet përkatëse në ligjet organike që prekin pushtetin vendor, funksionimin e pushtetit vendor, ndryshimet përkatëse në kushtetut e shoqëruar njëkohësisht dhe me ndryshimet në kodin elektoral. Shanset që e gjithë kjo reformë e thellë të merret parasysh nga qeveria e të mbyllet brenda këtij muaji duken të rralla. Por dhe nëse kjo do të bëhej, demokratët nuk mbështesin idenë që reforma territoriale të vihet në zbatim për zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm, si një rrugë kjo sipas Jorida Tabakut për të hequr çdo dyshim që palët po e bëjnë këtë reformë për të përfituar nga pikpamja elektorale. Gjithçka mbetet në kuadër të vullnetit politik dhe në fundit nuk e kemi ne forcën e kartonave.